Këtu ne kemi probleme serioze, si që tha dhe Angelo e përmendi, po kemi edhe një problem më serios, i cili është shqiptarët që pësojnë edhe aksidente, diçka, disfata në përpune për këto, nuk përfitojnë nga ndihmat sociale, nga bashkia, nga bashkia këtu. Sepse unë kam shkuar disa herë te kryetari i bashkisë dhe shkaqet kryesore që unë kam prishur të marrëdhëniet me të janë këto, pikërisht këto, sepse këtu thonë që ti je me kukuen, me prandaj. Thonë, lexohen në gazetë. Jesh çikesh. Unë jam çik, jam tamam. Jam tamam aty. Por kemi shkuar dhe na kanë thënë të gjithë edhe këta të prefekturës dhe këta të bashkisë që duhet bëhet një projekt midis ndërministror, shteti duhet të ndërhyj, sepse ne quhemi vendet e treta, atë katërta nuk e di ku jemi në listë. Nuk jeni në Evropë, thënë hartë. Në hartë jemi, thash, jemi mund qendër të Evropës, po ju jeni në Aziu, thash, por ne nuk përfitojmë. Ne na duhet të përfitojmë sepse kemi shumë dëmtuar që vritën në punë, bën dhe nuk përfitojnë. Nuk e merr ata asistencën nga bashkia ato 5 lekë që i duhen, ku i përfitojnë. Shikoni, kjo ju jeni shteti qeveria, shikoni një hidheni një herë si tema.